një hadithi profetit alayhis salam që thuhet hadithi i Gjibrailit. Gjibraili apo Gjibrili alayhis salam është meleku më i madh i Allahut subhanahu wa taala. Dhe ai ka zbrit shpalljen. Ai ka zbrit Kur'anin. Për 23 vite ja zbrit profetit Muhammed alayhis salam. Një ditë për ditësh, duke qenë sahabët, shokët e profetit me profetin, vjen një person, tregon Omeri radiallahu anhu, dhe këtë hadith e transmeton Omeri, thot, kur të vjen një person, asnjë nga ne nuk e njihshim, ishte me rroba të bardha, me flokë zim, dhe nuk ishte gjurmë udhtimi, u habitëm gjithë për e pa, u shihte ky njeri. Dhe u afrohet tek profeti alayhis salam, i mbështeti dy durët e tij ke gjujt e profetit, dhe i tha, "Mel Islam, kush është Islami? A do të bëjmë musliman tamam? Këto 3 gjëra do t'i praktikojmë sa të jemi gjallë, do t'i kemi këto 3 gjëra që e ka mësuar ky person që është Gjibraili, ka kapuar Allah në formën e një njeriu." Dhe profeti alayhis salam i tha, Islami është shqiptimi i shahadetit. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Falja 5 namazeve, dhënia e zakatit, agjërimi i Ramazanit, edhe shkuar i herë në jetë në hax. I thot ky sadakte, e vërtet, u habitën sahabët. Ky edhe e pyeti, edhe në fund i tha, ke thonë vërtetën. Edhe e pyeti prapë, Mel iman, kush është imani? Imani, thot profeti alayhis salam, është në besosh Allah një të vetë, në besosh në melekët e tij, në besosh në librat e tij, të besosh profetet e tij, të besosh botën tjetër, ka xhenet e xhehenem a dunja. Kur të vdesin dhe shkën ka e dunja, ka tjetër llogari atje, atje ka hesab, llogari. Këtu po çadushti, këtu vetëm po të kapi shteti, qeveria, po edhe po shtete në terrasat kalta, atje ma do vjetë të ditimi Zotit prapë. Kurse ma dunja, ka llogari. Edhe e fundi që i thot profeti alayhis salam, besosh në qadam dhe kaderin e Zotit, vendimet e caktimin e Allahut. Prapë i thot ky njeri sadat, them vërtet.